Shtrejtësimi i ilaçeve vjen në një kohë kur shqiptarët shohin rritje galopante të çmimeve të energjisë elektrike, të çmimeve të telefonisë dhe të gjithë artikujve bazë ushqimor. Një tjetër gënjeshtër e qeverisë është ajo çka ka thënë kryeministri dhe ministri i financave përpara pak kohësh. Kryeministri dhe ministri i financave tha se rritja nga 0 në 10% e tatimit mbi vlerën e shtuar mbi ilaçet nuk do të sjellë rritje të çmimeve. Vetëm 20 ditë nga fillimi i aplikimit të kësaj takse mbi shtresat që kanë nevojë për ilaçe, mbi shtresat që kanë përballë nevojën për kurim ndaj sëmundjeve të tyre, fatura përsëri është bërë e pa përballueshme.